Mysafirë të nderuar, po takohemi në emisionin Art Plus me një befasi të këndshme, me një ndryshim të vogël në strukturën e këtij emisioni. Sot të ftuar në emision e kemi Imer Topanicën, udhëheqësin e këtij emisionit në një cikël të ri të këtij emisioni me figura të reja, por me të njëjtën strukturë. Imer, mirë se na erdhe. Mirë se vjeta. Është kënaqësi t'ju kem në studio në emisionin të cilin ju e keni udhëhequr deri tash. Është interesant ky pozicionim. Është interesant edhe për ty, besoj. Është më e lehtë ndoshta në karrigën ku kam qenë. Është shumë e lehtë se sa duke qenë. Unë mendoj se është më e vështirë. Të shohim. Sidos që të jetë për shikuesit, për dashamirët e këtij emisioni, unë dua që të përpiqen të shkëlqys diçka nga jeta dhe veprimtaria e Imer Topanicës. Përndryshe Imeri është miku im, është një dashamir i poezisë dhe i artit. Kemi disa të përbashkëta në rrugtimin tonë artistik. Imer Topanica është autor i librave Udhëtarët, Tufë drite, Shënime të pamjaftueshme, dhe një libër i ri i cili është i katërti, por nuk qenë ka këtu. Cili është ai, Imer? Ai që ke në dorë. Ky që ka në dorë është Lavdi Marrëzive. Do të kthejmë përsëri te ky titull. Ka dhe 10 tregime, cikle me poezi, kritika letrare të publikuara në gazeta, revista letrare në Prishtinë, në Tiranë, si Jeta e Re, Akademia, Verbi, Agmia, Oaza, Observ e të tjera. Një pjesë të krijimtarisë së tij letrare tashmë është edhe në gjuhën angleze, në gjuhën turke, në greqisht, në serbokroatisht. Libri Lavdi Marrëzive është vepra e katërt që publikon Imeri. Aktualisht ushtron profesionin e gazetarit. Imer, më bëri shumë përshtypje jo vetëm kopertina e librit, një mace e zezë në një ballim të kuqe, më shumë se kopertina, sytë e macës që shikojnë në mënyrë jashtëzakonisht tjenzare, por mbi të gjitha më bëri përshtypje titulli i librit. Pse Lavdi Marrëzive? Po, ndoshta mbi flamurin e marrësisë është ngritur një lavdi që romani provon ta shtjellojë, e që del me qenë e rrejshme. Përmbajtja e romanit është një farë lloj parodie, po në prozë, që përmbys me ose provon me përmbys gjithë këtë farë lloj lavdie të rrejshme, që i bjen fal lavdive, fal marrëzive është ngritur një lavdi e rrejshme. Gjithsesi Pse pikërisht e morë macen si figurë unifikuese të këtij libri? Ka të bëjë me një personazh I cili është brenda librit. Po. Çka personifikon macja për ju si autor? Po është duke u nisur prej perceptimeve kështu të përgjithshme, prej bestytnive, prej besojmave popullore. Macja e zezë identifikon djallën, në familje. Këtu një klasë e personazheve janë personazhe djallëzore. Të djallëzuara. Bile është edhe një personazh, i huazuar prej një romancieri rus, që është vetëm hace, është maçok, në fakt. Brenda librit. Po. Më intereson ta dija, e ke lexuar librin Aventurat e Cipolinos? Është një libër i mbushur me sarkazm, libër për fëmijë. Fermën e Kafshëve besoj që e ke lexuar. Kom lexuar Fermën e Kafshëve, po jo këtë Aventurat jo. Aventurat e Cipolinos. Aventurat e Cipolinos. Të propozoj ta lexosh sepse është libër për fëmijë. Është një libër jashtëzakonisht i veçantë. Unë po takosh të shfletoj disa nga pjesët e librit, jo ta lexoj të tërin për shkak të kohës së shkurtë që kisha, që kur vendosim që të jesh pjesë e këtij emisioni dhe pash një kapitull për shembull mban titullin Ujku. Po. Pse merr kafshët si metaforë, si piknisje të shpjegimit të rrëfimeve të caktuara? Nëse është letërsia, detyrimisht na bjen bisedojmë pak për natyrën e letërsisë,
për shkak të kësaj pyetje. Letërsinë e bëjmë se jemi njerëz. Është arti në përgjithësi e bëjmë, sepse jemi njerëz. Provojmë të artikulojmë ndjesitë tona në një format veçantë. Edhe arti, në mënyrë, i ka këto lloj mjetësh, simbolet, për të shprehur një ide, për të shprehur një mesazh. Simbolika e kafshëve në këtë rast është në funksion një ideje për cilën si autor do të ruajt etikën e autorit në raport me librin, një farë konsenzusi i përhapur gjithandej. Domethënë është në funksion të një ideje. Idenë duhet ta kërkojë lexuesi. Për çka në fakt e kam. Një tjetër titull i librit është një nga tregimet në libër është Majmuni bëhet mbret. Një shfaqje si në Moskë. Janë disa paralele të tërhequra prej romanit të Mihail Bulgakovit, Mjeshtri dhe Margarita. Personazhet e romanit të Bulgakovit vijnë pa ftesë të romanin, bëhen personazhet të këtij romani. Nuk e di nëse ka pasur raste të tjera, ka pasur, po nuk më kujtohet ndonjë shembull konkret tash në këtë rast. Po ndoshta në letërsinë shqipe nuk e di që ka pasur një lloj eksperimenti të tillë. Karakteret e gatshme të kultivuara nga një autor i huaj vijnë dhe bëhen pjesë e strukturës romanit. Kush e ka lexuar Mihail Bulgakovin e kupton paralelen. Shumë mirë. Ndërkohë që në fillim të librit të shkruan motrave të mia, Fatmires, Makfires dhe Serdijes, si dhe vllajt tim Sadatit me shpresë se do t'i përgjysmoj borxhin ndaj tyre. Secili prej na sa është e vështirë se të jetohet në Kosovë si autor librash, si njëri i letrave. Për vendos në një kontekst interesant, thonjën, jep një farë kuptimi tjetër, jo, po një kontekst pak më gjatë. Është shumë e vështirë. Jetojmë në lëkurën e njëjtë, pothuajse. Rafërsisht. Ti je aktor, regjisor në profesion. Unë provoj me qenë shkrimtar, nuk e di nëse jam. Po është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Si po arrini ti botoni librat? Fillimisht me shpenzimet e mia, me shpenzimet e tafërme të mi, e ma vonë kam gjetur njerëz që dojnë artin, e që mbështesin, e që besojnë në aftësitë e mia prej njeriu që shkruaj. E po ashtu që shtëpia botuese Muza e ka botuar librin apo jo? Po. Miku im mentor Barani. Miku im dhe juaj mentori. Njëkohësisht disa herë më ka kërkuar që ta dramatizoj këtë libër dhe ta bëj dramë. Çka mendoni ju për këtë ide? Nuk më duket që ka strukturën e përshtatshme për këtë. E ka apo nuk e ka? Nuk besoj. Nuk e ka. Unë mendoj që kjo do të mund të bëjë një radiodramë megjithatë. Por për shkak të kalimit të situatave nga një tabllë në tabllën tjetër është gati pamundur që të shtrihet në skenë. Mirë po se një radiodramë mund të funksionante. Nga se bukuria e librit është se ai mund të konceptohet në forma të ndryshme. Jo vetëm si lexim i thjesht, por ja radiodrama e të tjera. Sigurisht. Atëherë, ky për mua është një libër mjaft i veçantë, por ky nuk është libri vetëm i Imerit. Imeri ka dhe 4 libra të tjera. Ai që gjeta në siptarin tim të librarisë time të vogël që e kam atje në studion time të punës, ishte një libër i dytë i cilin ma kishe dhuruar në vitin 2019, në dhjetor të vitit 2019, libri titullohej Shënime të pamjaftueshme. Ishte një libër mjaft i veçantë, lexova disa poezi nga ai dhe pash se qasja jote është jashtëzakonisht gjithëpërfshirëse sa i përket tablove të jetës, ku ne frymëzohemi, ku ne marrim piknisje për të vazhduar. Çka do të na thoje ti për poezitë tua si fillim?
është e mundimshme me foli për ato që i shkruan. Nuk e di, poezia kam përshtypjen që mbërjedh më natyrshëm se sa proza, megjithëse këtë dytë në shkruaj më lehtë. Poezinë e mirë është vështirë me shkruar çfarëdo kohë. Po e kam filluar me poezi, megjithëse libri i parë ka qenë libri në prozë, romani i Udhëtarët. Cili është libri i parë? Romani i Udhëtarët. Në fakt është një novel, jo një roman, por kështu ka vendosur ta emëroj botuesi. Kosova ka mjaft hapësirë me frymëzuese. Artist është ne frymëzohemi, ballafaqohemi me situata të ndryshme për pothuajse në çdo çast brenda ditës, e lera më brenda javës, muajit. Ka mjaft tema të patrajtuara madje. Ka shoqënia jonë ka kaluar në një dramë, në shumë drama, në fakt, të mëdha, të cilat presin të paktën të jetësohen edhe në formën e artit. Kam përshtypjen që kemi përgjegjësi të mëdha sokol përballë njerëzve, përballë shoqërisë, Kohës. përballë kohës. E ndjej detyrë të vazhdoj të shkruaj për këto tema. Para se të kalojmë te poezi dhe te leximi i disa prej këtyre, me qenë se bëre një digresion të vogël për të bëj një pyetje direkte. A ke menduar se ndonjëherë përmes poezisë, përmes letrave, përmes shtypit, përmes shkrimeve në gazetari, të futeni edhe në jetën politike, që në mënyrë më direkte, në mënyrë më konkrete të jepni qoftë kontributin tuaj, qoftë të shtyni gjërat përpara. Nga se tash po jetojmë në një kohë ku po nuk qe pjesë e strukturave politike, rrallë të qesin në televizor, i shkruan 17 libra dhe nuk qesin e herë në televizor, po më rrinë më bënë i deputet i lartë atje, dhe në televizor çdo ditë Faktorizohet. ki mundësi nga gazetarët mas te, atë ka shku në herë mendja që me i lanë letrat dhe mu fut në botën e politikës. Atë ka shkuar mendja ty? Edhe një herë? Atë ka shkuar mendja ty? Mua më shkon mendja çdo ditë, Është e por pamundshme ja kam gjithë vetës një Po. fre. Është e pamundshme të mos e mendosh këtë lloj angazhimi. Bile ndonjëherë mendoj që me art, me poezi është vështirë të bëhen ndryshime. Poezia më e shumta mundet me u shndërru në një lloj parulle në ballë të një turme protestuesish, njerëzish të zemëruar. Ose një thirrje për zgjim, ose një citat mbrana një fjalimit një politikani, po me poezi, me letërsi, me art nuk bëhen ndryshime. Për fat keq kemi ardhur në një situatë të tillë ku kultura në përgjithësi dhe arti është marginalizuar jashtëzakonisht shumë. Bile ndonjëherë them me shumë kështu besim që kultura dhe arti është luftuar në mënyrë institucionale në Kosovë prej mastutës. Qëllimshëm mendoj. Qëllimshëm. Sido që të jetë, sado që kultura dhe arti janë rrugë, është rrugë hapësira e veprimit, unë të garantoj, jo se unë them, por është diçka e pashkruar e vullosur, se poezitë tua do të jetojnë shumë më gjatë se sa emrat e secilit prej politikanëve, të cilët madje sot janë të famshëm për shkak të jo karizmës së tyre, po për shkak të veprimeve të tyre, qoftë nonshallante, qoftë edhe karizmatike nganjëherë. Sido që tjetë, emisioni Art Plus është emisioni i cili i kushtohet të artit dhe kulturës, po në rastet e caktuara mund të bëjmë edhe digresione të vogla që emisioni të jetë pak më aktual dhe më i shikueshëm. Sa po hapa librin pash një poezi që titullohet Perdja. I nalt është froni yt dashni, tempulli ndërtuar me mjeshtri. Shumë e shumë perde na ndajnë, o bukuri. Po njëna sosh, ma e randa, gjithsesi.
cila është kjo perdja më e rëndë? Me qenë se kemi autorin këto, është interesant që të na e shpjegoj ai, nëse të kujtohet kjo poezi dhe mesazhi i saj. Sigurisht, po autori nuk lëshohet në interpretime të teksteve të veta. Është ky formulimi që na ke lënë një pyetje se cila është kjo perde dhe kujtoj se ndoshta është e ignorancës. Që në poezinë e parë më godite me atë që unë e konsideroj se është në rregull ose okay, si thon tash në gjuhën internacionale, nga se poezitë edhe veprat artistike në përgjithësi gjithsesi duhet te publiku që të lënë të hapur imagjinatën e tij. Jo t'ju japin përgjigje konkrete, se ti ke mujtë edhe me një fjali me e thonë ato që the, ndoshta e ignorancë, shpirtin e ignorancë, por e ke lënë si mundësi të hapur. Nga se flet për dashurinë dhe edhe Zoti ka krijuar botën me dashuri. Apo jo. Ndërsa te ky libër gjithmonë shoh që në fillim të librit ti i përmend anëtarët tuaj të familjes, u kushton atyre që të regon se jemi mjaft i lidhur të grua si me besës dhe 2 xhevaherëve të mi, hanës dhe drinit. Më duket se tash ke edhe një xhevaher, ke për 3, apo jo? Çka mund të na thuash për familjen tuaj të ngushtë? Që i bjen që duhet me vazhdo me shkruaj. Libra të tjerë. Me të lëndë, apo jo? A janë ata mbështetje për ty, a janë frymëzim, a janë barë, sepse dihet që familja ka kërkesa, është sfidë, pa dilemë. Unë mendoj që edhe mendoj çdo ditë të punë si njeri i kësaj fushë, si njeri që bën përpjekje të lënë gjurmë, jo vetëm sa për të lënë gjurmë, sepse fundit secili njeri është misionar në jetën e vet dhe zgjedh mjetet me të cilat don të merret gjatë gjithë jetës. Ne kemi zgjedh artin, letërsinë si mjet. Unë mendoj që për fat keq ata vuajnë ndoshta për shkak të bindjeve të mia. Vuajnë ndonjëherë. A vuajnë a fesnikrohen, sepse vujtja është fesnikrim shpirtëror. Njëkohësisht edhe fisnikrohen, mirë po fisnikrimin nuk e kuptojnë për momentin. Janë akoma trezisht, me siguri. Mbarëm në mend një situatë. Shqyr Zotit, nuk jemi në atë nivel sa me shtri dorën përballë një politikani, po hendeku që është krijuar ndërmjet kësaj shtresës mesme të shoqërisë, ku përfshihen intelektual, zanatin, njerëz që merren me fusha specifike, profesionistë ndryshëm dhe politikanë që nuk janë thjesht politikanë, janë më tepër si thua uzurpator të jetës sonë publike, është krijuar një hendek i madh. Dhe tash standardi që kanë vu ata në krahasim me standardin tonë të jetesës është shumë i ndryshëm. Mënyra fëmijët tanë, pasardhësit tanë, e ndjejnë standardin dhe nuk e kuptojnë se ka ndodhur kjo. Po nuk mundesh me i thani fëmijë 4-5 vjeçar, 7 vjeçar, që po e zëm, unë nuk kam arritur ta përmbush obligimin tim ndaj teje për shkaqe ideologjike, kupton? Nuk kam pas mundësi me ta blej një kukull ose një vetur atje lodër. Po çështja e kucave si mbeti ime? Edhe a u rregulluar çështja e kucave? Patjetër. Jemi në një farë sfide. A e shkruajtë një poezi për kucat? Bashkë më intereson kjo. A e shfrytëzove atë histori? Kam shkruar një tregim. Një tregim, edhe më shumë se poezi. Një tregim që nuk e di ku më ka mbetur. Jam i sigurt që nuk e ke harruar. Jo. Herë do punë të që. Atëherë, o Zot, Zot i 2 lindjeve dhe i 2 perëndimeve. Rahman 17. Po. Kë më shokujtoj është një citat kuranor, po, nga kaptina 17, Rahman, Mëshiruesi. Po. Nëse s'gaboj. Patjetër. Sa ka ndikim pjesa fetare të ju? E di që jeni
fetar, e di që lexoni, e di që shpesh u shoh edhe në xhami. Sa ka ndikuar kjo në botën tuaj artistike? Po, besimi është çështje e brendshme secilit. Padyshim reflekton në vend veprat e mia. Deri në çfarë mase? Mjaftueshëm, mendoj që fuqishëm. Për mos të thënë fuqishëm. Gjithashtu ndiku në faqe në mes faqes 31, në faqe 30, ju keni një faqe të bardhë ku shkruani pranoj lutjen. Pranoj o Zot dhuratat e gojës sime. Bibla, Psalmet numri 108. Kjo më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje, sepse tregon se ju jeni gjithë përfshirës. Nuk e citoni vetëm Kur'anin, citoni edhe Biblën, frymëzoheni, jeni i njoftuar. Çka mund të na thoni për këto fenomene që janë të veçanta tek ne? Si popull. Për disa prej nesh, këto janë pasuri. Për disa të tjerë, mund të mos jenë pasuri, mund të jenë kontradikta brenda një personi. Mendoj që si shoqëri nuk e njohën mjaftueshëm kulturën tonë. Për t'ju referuar për shembull një rastit të ambasadorit që e bëri një zhurmë ndaj këtu mediatike. Që është aktuale. Po, që është aktuale. Ai flet shumë si rast. I bie që ambasadori, një përfaqësues i një shoqërie multikulturore, të mos e njeh kulturën e vet. Nuk mund të, sepse këtu agenda të ndryshme edhe mund të jenë duke vepruar, duke shtyr një grup mbi kurrizin e disa tjerëve, mirë po nuk shoqëria demokratike e zhvilluar, e emancipuar nuk do duhet të funksiononte në këtë mënyrë. Nuk mund të krijosh hapësirë për një grup duke e shtypur grupin tjetër. Mendoj që kemi dhënë shembuj të një farë lloji harmonie, edhe nëse ajo ka qenë e rrejshme, nëse ka pasur indikacione të tjera, ne duhet të provojmë të jetojmë bashkë me njëri tjetrin. E parakusht për të jetuar me njëri tjetrin është njohja e njëri tjetrit. Njohja. Fillimisht e vetvetes e mandej e njëri tjetrës. Unë rrjedh për një familje tradicionale muslimane. Disa prej familjarëve të mi janë të angazhuar direkt kështu në vllau im është hoxh me profesion. Nëse është ai profesion. Imam. Po, imam. Vetë me gjyshërit e mi jam falur bashkë me ta, e kam marrë edukatën fetare prej tyre. Kështu që është e pashmangshme kjo pjesë e jetës. Është shtresimi identitar i mi. Shkëlqyshme, dhe më bëri shumë përshtypje që në opusin tuaj, në bagazhin tuaj intelektual, edhe të hedhur në letër, sepse ky libri tonë shumë gjatë se sa ne, ju keni të aftësi divergjence, të cilën e ngërtheni brenda një libri, që gjithsesi është vlerë, dashmë pas dashmë ne. Një tjetër poezi që e njohova është Zgjimi. U zgjova kur shpirtat e tjerë në gjumë të randë endeshin, u ngrita dhe brodha kopshtit të besimit, ku ndritonin yjet të qetë. Deri në sërma krahtë më quhen o vlla. Dhe i dashuri im me vlena, Mërshid më ba. Mërshid, po. Ndoshta bëra 2-3 gabime të vogla drejtshërimorin lexim, për shkak se po e lexoj vetëm për herë të dytë, por më bëri shumë përshtypje ku e ka frymëzimin kjo poezi. Çka mendoni për opusin e qasjeve të ndryshme, tash jo në mes feve, po brenda fesë, këtu në Kosovë. Pse ka ardhur deri te kjo divergjencë, e cila më herët nuk ka ekzistuar? Që e vërteta, e bukura, dashuria, nuk janë entitete të veçuara prej njëra tjetrës.
Për disa janë fytyra të ndryshme të vetë Zotit, konceptimi i Zotit në diskursin religioz, filozofik, pse jo dhe letrar, prej autorëve të ndryshëm të linjës, ka qenë shumë më komplekse sa që ndonjëherë e dëgjojmë nëpër xhamit ose nëpër mesgjidet ku ne frekuentojmë. Zoti nuk është një qenie e portretizuar në mënyrën që portretizojnë disa prej nesh në bisedat zakonshme. Prandaj këto janë entitet, nuk janë entitetet në ndara, thash, janë pjesë të njëjtës qenie. Kështu që kur unë i referohem dashurisë, ndonjëherë e kam fjalën për Zotin, ose të bukurës ose të vërtetës. Prandaj është e pamundshme të kuptohet një pjesë e letërsisë që kultivoj unë, pa njohur këtë dimenzion. Kam qenë edhe vjoj me qenë i ndikuar prej autorëve sufi ndoshta. Sigur në këtë rast e kësaj poezie që i referohen Xhalaluddin el-Rumiut, poetit të madh persian. Mirë, një pyetje tjetër, mjaft interesante dhe aktuale. Çka keti me mikun tim, Shpëtim Selmanin? Çka keti? Çka Jemi miq, kolegun tim. Pakta. A jeni ju miq? Jemi miq, është poet interesant dhe kultivon një lloj poezie interesante. Unë kam bërë eksperimente sepse më pëlqen me eksperimentu me varkun edhe brenda librit. Kam disa lloje ose në zhandre të poezisë. A e ka lexuar Shpëtimi këtë poezi? Po. Cili është komenti i tij? Po, është padyshim është një herë mirë. Çka nëse një ditë do t'ju bashkoj në një emision ju dy? Po, kishte qenë interesant. Do të ishte interesant. Së fundi Shpëtimi është e shpërblyer se me një çmim të veçantë, nuk e di saktë tash ta citoj cili çmimi, por diku në Evropë është cituar me një çmim të veçantë dhe më bëri jashtëzakonisht përshtypje kur lexova poezinë e poshtë, që ja kushtoni një poezi një bashkëmoshatari tuaj, një kolegu në letërsi. Ka qenë një poezi e tij, e cila më ka lënë përshtypje, edhe pas leximit të asaj poezie e kam shkruar një për Shpëtimin. Shkruajmë ndryshe, stilet i kemi ndryshe, po disa më kanë thënë që kur e kam shkruar këtë poezi për Shpëtimin, e kam shkruar në formën që e ki shkruar vetë Shpëtimin. Nuk e di, është mirë shumë. Nuk e kam problem kuptimin, glorifikimin e tjetrit, lavdërimin e punës që bën tjetrit. Prandaj nuk hezitoj të përmend ndonjëherë edhe emrat përveç. Përveç. Të çmendurit të tillë janë edhe në vjeshtë. Që nga një poezi pak e gjatë, nuk po e lexoj, për shkak se duam shumë të t'jap ty kohë. Apo nëse dëshiron mund ta lexosh edhe ti vetë. A dëshiron ta lexosh? Mund ta lexosh. Kosova vendi mundësive për ata që shkruajnë, dëshirojnë të shkruajnë. Të çmendurit të tillë janë edhe në vjeshtë. Tetor, fshati Mërdhin. Diku në mes të shtëpive të ngjeshura pranë rrjedhin tingujt e një kronike televizive. Ndaj një gruaje, thonë, është ushtruar dhunë 35 aksidente trafiku, 5 të vdekur. Një burr ka humbur jetën në vendin e punës. Presidenti ka shpenzuar 400 euro për një gotë të mallkuar vere. Një ministër ka firmosur projektin për rënimin e disa godinave të vjetra, ende të babanuara, me të ikur nga të mjerët e hugojt. Më pas një mesogrua kollitë të rënd, kronika ndërpritet, nis episodi i ri i serialit latinoamerikan, ciatet një dritare, tymje ngrimcon heshtjen, qielli e kafshon kujtimin, një qen i uritur lutet, një qen i uritur lutet një njeri ulurin. Ka kohë që kam shkruar
ishte jashtëzakonisht gjithëpërfshirëse, sepse libri është imi ma këtë guardat. Po, Bile e ke shkruajtur Sokol Plakollit se artisti. a jemi artistë? Nuk e di, tjetër kush e beson. Ishte një poezi jashtëzakonisht aktuale. Ajo që e tha në fillim të bisedës se Kosova është një vend jashtëzakonisht frymëzues, gjeneroz për artistët, por që kjo nuk do duhet të ndodhte. Pse na gjeti kjo zezi merr? Si e koncepton ju? Gjithë këtë katrahur që ju e ngërtheni në këtë poezi brenda një emisioni lajmesh. Kemi qenë pa përgatitur për lirin? Ndoshta. Lirin të cilën e kemi pritur me shekuj. Patjetër. Si kemi mund të jemi pa përgatitur? Kemi qenë pa përgatitur edhe sot e kësaj dite, unë kam përshtypje që relacionet që i kemi krijuar me shtetin, me institucionin, me hapësirën publike, e kemi të gabuar. Kam përshtypjen që kam përmend dikun edhe në përshkrimet e mia publicistike. Vjen njeriu mysafir në ambientet e tona familjare. Sheh rregull, sheh rend, sheh pastërti, sheh standard. Jashta pronës tonë publike, pronës tonë private, prona publike prej nesh trajtohet në mënyrën më të keqe të mundshme. Kjo do të thotë që ne nuk e përjetojmë si pjesë integrale tonë. Von rrugën, hapësirën publike, nuk i konsiderojmë tonë. I bie që ne ende shtetin, mekanizmin e shtetin përgjithësi, e cilësojmë mënyrën që kanë cilësu paraardhësit tonë në kohën e regjimit Jugoslav, ku prona publike ka qenë prona shtetit. Prona private është ruajtur në mënyrën më të mirë të mundshme, është trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe shteti ka qenë një farë lloj satisfaksioni nëse ju ke ikur taksave, nëse ke vjedhur kushtimin e shtetit, sepse ai në farë mënyre të ka vjedhur ty. Si ka qenë ajo shprehja, ai diftongu, Trepça punon, Beogradi ndërton. Domethënë është shtresuar në ndërdijen e shoqërisë që nëse ti nuk ju ik taksave, nëse ti nuk e vjedh shtetin, ai ka më vjedh ty. Dhe për fat keq ai niveli i kulturës është bartur edhe në vitet e pas luftës, nuk është qytetari jonë nuk është integruar në një nivel të kënaqshëm që ta kuptoj këtë relacion të ri. Dhe është kjo për fajin e qytetarit apo për birokracinë që vazhdoi të shpërfaqet nëpër institucionet tona nga vetë njerëzit tanë? Jo, nuk është pikë për fajin e tij. Masa kudo nëpër secilin shtet të fuqishëm është idioteske me quajtur kështu, me etiketuar me një. Është shtresë e pandërgjeshme. Sigurisht, domethënë diferencën e bëjnë grupet e veçanta. Në kushte normale, në vendet e zhvilluara, një person pa integritet nuk mundet me u vendos në krye të institucioneve, nuk mundet me u heq ato. Ai duhet me pas përveç integritetit intelektual edhe integritet moral. Moral, etik. Po, profesional. Profesional. E këtu ka ndodhur kundërta. Këtu një mik i imi e thot me të drejtë, nuk kemi arritur të shkëputemi prej strukturave të komprometuara, qoftë edhe komuniste. Një farë mënyrë disa njerëz që i kanë udhëhequr proceset më të rëndësishme të fundviteve të 90-ta kanë qenë edhe mbetuar në marksizëm, leninizëm, në enverizëm, edhe në poezëm, lëvizja më e madhe shqiptare e fundviteve 90-ta, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka arritur ti relativizoj ata, ti mos të kenë ndikim shumë në zhvillimet politike, ma vonë sociale, ekonomike, mirë po tash pas luftës duket që është përmbysur ky rend dhe ata e kanë ngulfatur vetë këtë lëvizje. Sakt. Megjithatë, unë personalisht situatën në Kosovë, situatën kaotike në Kosovë, nuk e shoh mungesë vlerash, mungesë individësh të cilët janë të gatshëm të kontribuojnë. Më shumë e konsideroj e shoh si një lakërdi
vlerash të parafinuara. Këto libra që janë pas nesh, që janë tituj të ndryshëm, secila ka vlerën e vet. Por në këtë mënyrë se si ky zotriu i hotelit Sirius ku ne dhe realizojmë emisionin i ka rafinuar, i ka radhitur, jo ka punuar i radh, këto kanë vlerë më të veçantë edhe duken bukur, kanë edhe vlerë estetike. Bazuar në poezinë që e lexuam, nga ku edhe buron kjo pyetje. Jo se vetëm tek ne ka fenomene të tilla, në gjithë botën ka fenomene të tilla destruktive. Por tek ne në një farë forme janë bërë disi si normale. Është bërë normale që dukuritë të caktuara shoqërore, për shembull, të shpërfaqen dhe ato të ngelin si diçka të patrajtuara. Si për shembull qoftë edhe vjedhja 1 euro apo vjedhja 2 milion euro nga është bërë si pjesë e jona dhe pikërisht mendoj se rreziku është ky, kur fenomenet fillojnë të bëhen normale. Kur është normale që fizikisht të punoj për shembull një magjistër i ekonomisë, ose është normale që të punoj si kamarier për shembull një doktor i letërsisë, ose ta ketë një kafeteri cilën e udhëheq, që është destruktivitet i madh, ndërsa Ministri i Kulturës për shembull atje është një jurist ose është një çka po diun, ndërsa intelektual të ndryshëm të përgatitur në fushën e kulturës për shembull janë pa punë. Më shumë mendoj se kjo është televizionet tona janë të mbushura me figura politike, me figura të bizneseve të ndryshme, të klaneve të ndryshme, dhe u lën fare pak hapësirë njerëzve të cilët janë të thirrur të flasin. Më shumë këtë fenomen e shoh si një çrregullim i vlerave në shoqëri, jo rafinim. Dhe për këtë nuk u lë fajin vetëm atyre që po udhëheqin, po edhe këtyre që po pranojnë të tjetërsohen. Ndoshta jemi shoqëri e topitur. Shprehja adekuate nuk është shoqëri e shtypur, sepse nuk ka regjim që na shtyp, po jemi shoqëri e topitur. Aktualisht jemi të pa ndërgjegjshëm në raport me gjitha këto anomali që i ka përjetuar shoqëria jonë gjatë kësaj periudhe tranzicionit politik. Në fakt, ndoshta tranzicionin politik ne e kemi kaluar, por nuk e kemi kaluar tranzicionin kulturor. Ne jemi në përpjekje si për ndërtu një sistem të ri të vlerave. Dhe ndoshta janë normale, kushtimisht, në këtë farë lloj kuadri është normale me pas këso lloj sikletësh, këso lloj përmbysjesh, këso lloj përpjekjesh. Shpresojmë të mos jetë i gjatë ky tranzicioni politik, kulturor. Unë shpresoj sa më shpejt të kthehemi vetvetes, sepse diku në bisedë sipër e thatë edhe jo, problemi më i madh është ikja nga vetvetja. Po. Ne kemi ikur shumë larg nga vetvetja dhe tash kthimin e kemi te vetvetja, që vetvetja është gjëja më e afërt e njeriu. Sido që të jetë, kot ti përdor shpesh proverba kinez, bile dikon e ke një për macën, kot e kërkon macën në dhomën e errët, kot ja lën fajin e tij i cili nuk është fajtor. Po. Fajin për këtë gjendje e kemi vetë ne. Po. Si individ, si shoqëri, madje shpesh mendoj edhe si familje. E them si familje sepse shoh që jeni jashtëzakonisht të lidhur me familjen dhe mendoj se kjo është pjesa më e fuqishme e shoqërisë tonë. Është familja, ku ne krijojmë një familje të shëndosh, atëherë kemi krijuar një shoqëri të shkojnë në rregull. Një tjetër poezi që e kam shenjuar është Qeli syt. Qeli syt, ylli yt. Ylli yt tashmë. Tashmë prehet në horizont. Në horizontin tim. Qeli syt. Qeli syt të dehem. Qeli syt të dehem edhe një herë. Qeli syt të dehem edhe një herë me ajrin tënd. Qeli syt të dehem edhe një herë me ajrin tënd përpara se të harroj. Qeli syt të dehem edhe një herë me ajrin tënd përpara se të harroj me marrë frym. Në fakt kjo poezi është e shkurt, është poezi me 2 strofa. Unë e lexova në një formë krejt tjetër, i dhash krejt tjetër konotacion, qëllimisht i dhash tjetër konotacion,
po më intereson ta di, a ma shumë pëlqej si e ke shkruar ti apo si e lexova? Poezia e do, po është u lexua mirë. Poezi e dot më thënë. Jo, unë mendoj se e veçanta e poezisë është kur poezia arrin të shkruhet me pak fjalë, sepse poezia është maja e lehtësisë. Nëse në dramë, në novelë, në tregim, ke hapësirë shprehje, poezia sa më shkurt që është më e mirë, thuhet me më pak fjalë. Unë qëllimisht e lexova në një formë të dytë. Të përgëzoj për çastin se si i shkruan poezi të shkurt. A është ky stili? Nuk e di, është vështirë me fol për stilin. Nëse flasim për stilin e një autori, në këtë rastimin, atëherë bie që unë që nga më pjekun këtë zanatin e artit, por refuzoj të mendoj që ose të deklarohem të paktën që e kam arritur, e kam bërë punën si duhet. Mendoj që e jona është si zanatçi të fushave të bëjmë përpjekje maksimale për të nxjerrë më të mirën prej vetes. Është çështje tjetër mandej si i pranon lexuesi recipientin përgjithësi. Mirë, po bëj përpjekje që të shkruaj thjesht me fjalë pa shumë ngarkesa. thjesht është më e bukur. Sa ja dalë është çështje Të tjetër. thjeshtën, ashtu siç edhe e pam në praktikë, është shumë lehtë ta komplikosh. Po, Që komplikova unë në interpretim. Se ne në thirrur ti komplikojmë, ti egzagjerojmë, ti zgjerojmë. Ndërsa për të shkruar thjesht, kujtoj se është pjesa më e vështirë. Këtu ishte një poezi e cila në fakt nuk është poezi, por është e shkruar si poezi, madje ja ke lënë titullin Bit poezi. po. Dhe unë mendoj se kur autori nuk shkruan poezi dhe tenton të shkruaj poezi, e emërton atë si poezi. Unë këtë më shumë e pash si një përshkrim tuaj, autorial, si një përshkrim të personalitetit tuaj. Po, E lexova dhe vendosa që ta lë përfund të emisionit, por jo ta mbyll emisionin me të, sepse ne mund të debatojmë edhe pak më shumë rreth sigurisht. kësaj lloj biografie poetike, po e quajmë, biografie në varg. Unë do të përpiqem ta lexoj, nëse ndalem dikun dhe të bëj ndonjë pyetje, i kthehem përsëri, besoj se do të jetë më interesant se ta lexoj të tërën. Ndrylli natën tem her pas here dhe prej reve rrjedh i skuqën kësoj vargut tan nervoz. Jam besimtar musliman, konservator, për nga pikpamjet politike do të thoshit jo. Por jam edhe pak majtest për aq sa mund të jetë një musliman, sepse u linda në kohë krize politike, kur Jugoslavia tashmë kishte nisë me ushba. Dhe e prita krahapun tranzicionin mbas çlirimit, periudhën të cilën na e rrasën ndërkombëtarët me që neve nuk na e mbajti me u çliru vetë. Nuk e teproj më besoni kur them që jam edhe liberal, sepse e kam pranuar dreqin e të birin me fol e hedh valle midis lamës teme. Rrugovën kur se kam idealizuar, as demaqe, vendin e duhe, por kam përshtypjen që nuk jam as patriot sa Albin Kurti. Shumë kam lexuar për sufizmin, vargje nga Mevlanaja, Shadiu, Kajami, dhe jo vetëm. Këta çuditërisht nuk pëlqehen as prej një pjesë të besimtarëve. Ju kam kthyer pak Ferlingjetit me kuptue se si me thonë çka është në modë. Nuk u përkasta ashtu quajtur në grupe ekstreme, ani që prej tyne kam qenë indikuam. Ushtroj zganatin e gazetarit dhe shpesh ndihem si një murg në plazh me nudista. Ndërsa marr lavdata her mbas here, qysh shkruaj poezi. Me thonë se jam poet, edhe mbas vdekjes qofsha,
E thonë ka del shpirti, poezitë e mia, hala që dohet, nuk e kanë ka përcyje as ma halën. Dhe jo për fajt emin, e mbase as të tynin. Faj është i ministrave të kulturës, të cilët bashkë mbi sistemin e vlerave kulturore me klapa, nëse ndonjëherë kemi mri me ndërtuar ndonjë të tillë, kanë bë, po themon me ndër me thonë, ka kleca njëri mas tjetrit. Më falni për shprehjen, pas ke thonë ti. Prandaj as nuk ka jetë kulturore në këtë vend. Nuk konsumoj alkohol, asnjëherë nuk kam qenë në diskotekë dhe nuk më vjen marrë as pak për këtë punë. Dikur kam besue në idenë e bashkimit, por tash e di shumë mirë që pa ndrue jetë i mramit tregtar flamësh, kjo punë kur s'ka më bo. Me fjalë të tjera, për pa u zhduk rrena, tradhtia, ignoranca, pa u zhduk ky brez njerëzish të kompleksuar, s'kemi me pa filmin e bashkimit për 700.000 vajrama. Dikush mundet me vetë, e pse shkruan në gegnisht, pra, tu e qenë se zbeson në këtë ide. E po vërtet, kur s'kam pas rast me u marrë me krejt budallenjet e kohës, e me u përshesh përgjigjen si në këtë rast. E pra, në gegnisht shkruaj të qenë se duhe me rmue mrena këtij dialekti të lanë masdore. Thjesht me jetësue edhe njëherë strukturat, leksikon, frazologjizmat. Për mua, për me e pasonue këtë gjuhë që po vdes. E ke shkruajt në gegnisht, më fillu me harru me lezu gegnisht, në kanë herë. As jeni të e pa. Fundja, kjo është detyra e atyne që shkruajnë, dhe s'duhet lexues si reakcion ndaj standardit, e aq më pak të sknishtes hajvana. Ndrylli natën tem, her mbas here, dhe prej reve të mlefit del i squllën, me nervoz njësoj i till vargo, nëpërmjet cilit rrafehen para lexuesve të mi dhe para Zotit. Interesant, mua më pëlqejnë jashtëzakonisht përshkrimet që janë origjinale, autentike me metafora. Është e kënaqësi e veçantë që unë t'ju kisha në emision, veçanërisht që lexova disa nga poezitë tua në mënyrë konkrete, jo të përcip, dhe kjo fundit, ky përshkrim i fundit, më shumë ishte një përshkrim biografik për ju. Në çfarë atmosfere e keni shkruar, nëse s'keni diçka për fund cili ka qenë modeli që jeni bazuar për ta bërë këtë lloj përshkrimi, them autorial. Po është një lloj poezie që është shkruar fillimisht është kultivuar prej disa autorëve të fund shekullit 20. Ai që është përvetësuar prej shumë tjerë, dhe tash ka një farë lloj ndikimi, shkruhet më tepër në stilin për të lexuar përpara një mase. Nuk është lloj poezie që pranon në vetvete ngarkesa stilistike, shkruhet më thjesht dhe është më direkte. Eksperiment, si thash, dhe originalitet mbi gjithë. Brenda librit. Përndrysh atmosfera, si atmosfera e Kosovës. Edhe një pyetje fare të fundit të merr. Unë ju njoh si një djalë jashtëzakonisht jurt. Pse jeni kaq rebel në shkrimet tuaja? Çka ju ka bërë të rebeloheni? Sepse ata që janë rebel dhe shkruajnë në mënyrë rebele, është diçka e zakonshme. Ndërsa kur një njeri i urtë, i thjesht, kur fillon të rebelohet, kjo për mua është një e veçantë, që kjo tregon për atë mlefin e brendshëm të shoqërisë. Pse jeni rebeluar? Ndoshta kemi pasur fatin e keq ose të mirë, po fatin e keq gjithsesi, që të përjetojmë gjitha këto trauma shoqërore.
Nuk kam përgjigje tjetër me thonë. Ora traumat kanë ndikuar. Me qenë jemi në fund të festave, të vitit, të fund vitit, të 28 nëntori, Krishtlindje, pastaj viti i ri, disa i festojmë, disa si festojmë, unë shpreh mundësinë që t'uroj të gjithëve festën e flamurit, me këtë macën e Ymerit që është në flamurin Kuqezi, në vend të Shqiponjës. Duhet me thënë hatri i shikuesve përpara se me mbyll, përpara se me thënë fjalën përmbyllëse nga ana juaj. Unë të uroj fat me emisionin. Kom pas edhe me rastin me t'intervistu brenda këtij emisioni. Kështu që po vjen mirë që emisioni nuk po shohet për shkakun tim. Besoj që është në duart e sigurta. Të suksese. Faleminderit shumë. Unë besoj se ne të gjithë si komunitet artistik duhet të bëjmë shumë më shumë për vetveten, të japin hapësirë njëri tjetrit. Qoftë nëpërmes emisioneve të ndryshme alternative, sepse hapësira e kulturës është rrudhur shumë. Dhe për vetë faktin se emisioni mban emrin Art Plus, unë me kënaqësi do të vazhdoj ta barti tutje, duke shpresuar se së shpejti do t'ju kem përsëri në studio me autorin Shpëtim Selmani, me mikun tuaj, të cilin e urreni. Me kënaqësi. Faleminderit shumë. Me respekt.